Mirë, tashmë jemi rikthyer në studio për të folur për atë lajm të bujshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me pezullimin e vizave në 75 vende, përfshirë këtu edhe Kosovën dhe Shqipërinë. Çfarë do thotë kjo konkretisht? A është një pezullim i përkohshëm apo do të shkojë drejt një anulimi? Ne do të lidhemi me avokatin Alban Dhuraj për të marrë sqarime të mëtejshme. Avokat, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë do thotë konkretisht kjo direktive e re e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe a përbën ajo së pari për ta sqaruar një ndalim të plot vizash apo thjesht një pezullim të përkohshëm? Atëherë ditën, pra ne kemi marrë vesh vetëm ditën e djeshme nga televizioni Fox News, i cili ka bërë të ditur se për 75 vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, pra kemi një sër vendesh të Ballkanit apo të Evropës juglindore me përjashtim të Serbisë, të cilëve do t'ju pezullohen vizat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ende nuk kemi një dokument zyrtar, që të shikojmë një dokument të kësaj vendimarrje të qeverisë amerikane. Megjithatë, në këtë njoftim që ka bërë televizioni, thuhet që këto vende nuk do të kenë mundësi që të marrin vizat, pra procedurat e vizave me këto vende është pezulluar. Nuk është hequr fare, është një afat i pasaktuar, por që kjo ka sjell një lloj reagimi, pra ne kemi pasur kontakte nga të afërm, nga miqtë e shokët cilët janë procedura për të marrë viza me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kanë të afërmit, dikush tjetër shkon aty sepse po bën një bashkim familjar, të tjerë për qëllime studimi dhe për vetë marrëdhënien që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka sjell një lloj, le të themi, reagimi dhe ende jemi në momentin që duam një informacion zyrtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasada deri tani nuk ka dhënë një përgjigje të saktë lidhur apo përgjigje fare, se thash përgjigje të saktë, nuk kemi ndonjë reagim zyrtar nga ambasada e Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë informacion. Shpresojmë që sot të marrim një informacion zyrtar nga ambasada që ndodhet në Tiranë, që të shikojmë më konkretisht se për çfarë bëhet fjalë. Por deri tani këtë informacion kemi. Avokata, ka një bazë ligjore që Shqipëria të përfshihet në listën e 75 vendeve të prekura? Unë kam hapur në këtë moment e listën dhe pak a shumë, le të themi, janë vende të botës së tretë një pjesë, vende në zhvillim, vende nga të cilat burojnë konflikte, ku emigracioni është në nivele të larta i shprehur, po Shqipëria në këtë rast pse është në listën e pezullimit të vizave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Të paktën deri më tani nuk kemi një informacion zyrtar nëse është i përkohshëm apo i plot, por le të referohemi asaj çfarë dim dhe çfarë është bërë me dije nga Fox News ditën e djeshme. Atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe çdo vend, pra po marr vendin ton, por më konkretisht edhe Bashkuara si është një vend i cili është i zhvilluar edhe për sa i përket aspektit praktikës administrative, pra duke qenë se me argumentin e cënimit të sigurisë kombëtare, duke qenë se edhe vetë presidenti Trump përpara se të vinte në këtë detyrë, pra gjatë fushatës vet, ai ka pasur si qëllim kryesor frenimin e emigrimit. Pra emigrimin ai ka menduar që emigrimi të jetë i kontrolluar, sepse po cënon sigurinë kombëtare, duke filluar që nga kryerja e veprimeve të paligjshme apo veprimeve kriminale, si trafiku i drogës, trafiku i qenieve njerëzore, kryerja e krimeve të tjera si vjedhje apo veprime terroriste, së dyti cënon ekonominë kombëtare për shkak edhe të punës që kryen emigrantët, pra duke ofruar një krah pune më të lirë në raport me shtetasit amerikan, por edhe kemi edhe punë
të cilat janë të paligjshme. E vërtet, dhe po t'i referohemi një tabele që na flet për ndihmën sociale dhe për shtetet dhe emigrantët që përfitojnë më shumë. Nëse flasim konkretisht për familjet emigrante shqiptare, nga kjo tabele publikuar pak kohë më parë, 41.3% e tyre marrin një ndihmë sociale nga shteti Amerikan. Pra në këtë rast janë një lloj rëndese apo jo për ekonominë e vendit. Pra bërë një lloj studimi dhe fakti që vjen gati u bë një vit që zoti Trump ka ardhur në këtë detyrë dhe ai po zbaton atë projekt të cilën ka pasur dhe i ka paraqitur qoftë partisë vet ku është kandiduar, por edhe gjithë qytetarëve amerikanë. Pra kjo është në gjithë ato vazhdën e veprimeve administrative, por edhe ligjore që ka ndërmarrë zoti Trump për të fuqizuar shtetin amerikan, për të fuqizuar popullin amerikan dhe për të fuqizuar ekonominë amerikane. Dhe ç'është e vërteta, veprimet të cilat ai ka marrë këto kohë shikon që janë veprime të guximshme, por janë me një plan konkret. Nuk e besoj që administrata e tij, por qoftë edhe ata të cilët e këshillojnë dhe bashkëveprojnë, nuk e kanë këshilluar lidhur edhe me këtë vendimarrje. Por besoj që në raport me Shqipërinë dhe shqiptarët, duke qenë se ne kemi një marrëdhënie ndryshe, pra ne jemi populli më pro-amerikan në botë, faktori shqiptar është shumë i rëndësishëm në Ballkan për shkak edhe të një lidhje historike, pra duke filluar që nga 14 pikat e presidentit Wilson, se për të mundur që ende të ekzistojmë si shtet dhe si kom, që mos shpërbëhemi në tërësi, besoj që do të ketë një rishikim. Pra ky nuk është një pezullim i përhershëm, po për edhe faktin e atij argumenti që ju sollët, duke parë ndihmën sociale, se ata ndoshta po kanë një informacion të detajuar që 42% janë me ndihmë sociale, por nga ana tjetër ata mund punojnë në punë të zezë. Pra për të rritur të ardhurat e tyre, por duke qenë që edhe shqiptarët janë një popull inovativ, edhe gjejnë alternativë dhe mënyra tjera për të siguruar të ardhura, por edhe nga ana ligjore. Pra i bën merr një ndihmë sociale dhe nga ana tjetër mund punojë tek vllai, tek kushëriri, tek një afërm në punë të zezë. A mund ta ankimojë shteti shqiptar këtë direktivë të re të Departamentit Amerikan të Shtetit? Apo edhe qeveritë e tjera, po themi, të vendeve të përfshira në këtë listë? Kjo është një vendimarrje e cila i takon Republikës, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës, por shteti shqiptar në parim edhe të parimeve ndërkombëtare, pra duke u futur parimi i reciprocitetit, mund të vendosi të njëjtin veprim, pra të ndërmarrë të njëjtin akt që ka ndërmarrë presidenti Trump në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por besoj që nuk janë interesat dhe nuk e ka fuqinë dhe guximin që të qeveria shqiptare të ndërmarrë të njëjtin hap për shtetasit amerikanë. Megjithatë, çdo gjë mbetet për të parë, duke qenë se edhe kryeministri Rama ka hedhur në një deklaratë publike edhe një shkelje syri për Republikën Popullore Kineze, kështu që çdo gjë mundet të pritet në këto marrëdhënie. Cilat kategori vizash preken më shumë, avokat turistike, studentore, pune apo emigracioni familjar? Tani informacioni që ne kemi marrë nuk është shumë i qartë, pra nga një anë thuhet që vizat e emigracionit, që do të thotë vizat cilat kanë të bëjnë me aplikime për bashkim familjar apo marrëdhënie pune, pra aplikim pune, nga një anë dhe nga ana tjetër thuhet që edhe vizat turistike, por besoj që kjo duhet jetë për një kategorinë e përgjithshme, pra të vizat në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që këtu preken të gjitha vizat, por me informacionin duke qenë se në fillim thuhet që janë vetëm vizat e emigrimit dhe në fund pastaj kemi një prekje vetëm për vizat turistike, besoj që vendimarrja duhet të jetë për të gjitha kategoritë e vizave. Përderisa ne nuk kemi një dekret apo një le të themi dokument zyrtar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, unë shpresoj shumë që kjo të jetë e përkohshme, të paktën në raport me Shqipërinë, pra të qartësohet situata
ne shpresonim, sepse ka qenë vetë zoti Trump, i cili në kohën e tij janë liberalizuar vizat, pra në vendi ynë në atë kohë, në momentin që erdhi zoti Trump, njofi një lloj liberalizimi të vizave të Shqipërisë me me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku procedura u bë më e thjeshtësuar, kushdo mund të merrte një vizë nëse plotësonte ato kriteret e lehtësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe unë prisja që zoti Trump në raport me ne të kishte një vendimarrje ndryshe, që do të thotë mundet të ishte edhe vizat, pra të bënte një lloj le të themi lehtësimi të vizave, siç ne kemi me Bashkimin Evropian, ku ne kemi mundësi që për 3 muaj të qëndrojmë në këto vende dhe të kalojmë gjatë gjithë periudhës, pra një periudhë 6 mujore, por duke respektuar ata afatin 3 mujor. Edhe për shkak të investimeve të shumta, që kemi shumë kompani amerikane të cilat kanë filluar dhe po vinë në këtë kohë, pra për një vit ne kemi disa kompani të fuqishme të cilat po e shikojmë me prioritet vendin tonë, por edhe rajonin e Ballkanit në tërësi. Shpresoj një vendimarrje e shkurtër dhe e përkohshme, dhe besoj do kemi një reagim të shpejt të qeverisë amerikane në raport me Shqipërinë dhe Kosovën. Një datë paraprake është 21 janari, paktën nga informacionet e bëra me dije deri më tani avokat, për të ndoshta pasur një sqarim më të mirë të situatës. Megjithatë, në informacionet që ju keni, çfarë ndodh me personat që kanë një takim të caktuar në ambasadë pas datës 21 janar? Pra, mendoni që do të vijojnë këto intervista, do të vijojnë këto takime, apo do të shtyhen në një moment të dytë? Unë besoj që ne do të vijojmë, pra do të vijojmë, kjo ka qenë një masë paraprake, por që edhe vetë në njoftimin që është bërë në artikull, thuhet që do ketë një vendim të menjëshëm. Pra kjo është një masë paraprake, kështu që në raport me Shqipërinë do kemi një qasje tjetër, mas nuk krahasohemi me ato vende të cilat janë në atë listë, nuk kemi asnjë lloj lidhje, edhe për shkak të zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe politik që kanë ato vende, por edhe përsa i përket edhe le të themi qasjes apo marrëdhënies që kemi ne si popull me popullin amerikan. Jemi vetëm një popull në botë që jemi amerikan dashës dhe e duam shumë popullin dhe qeverinë amerikane. Kështu që nuk e besoj që të ketë ky gabim nga kjo administratë. Kjo ndoshta bëhet për një mas paraprake për të gjetur një lloj zgjidhje dhe për shkak të asaj ndihme ekonomike dhe financiare që populli shqiptar kërkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është rreth 42% e tij kërkon ndihmë sociale, kështu që përsa i përket sënimit të sigurisë kombëtare për çështje të terrorizmit, asgjë nuk diskutohet, pra ne nuk kemi lidhje fare me këto krimet të cilat janë të rënda. Besoj do gjetet një zgjidhje tjetër më e mirë, që ne të kemi mundësi të kemi një marrëdhënie më të mirë të lëvizjes, dhe unë shpresoj shumë që të heqë fare vizat me Shqipërinë dhe shqiptarët, sidomos shqiptarët që ndodhen në Republikën e Shqipërisë dhe shqiptarët në Republikën e Kosovës. Pra ju sugjeroni që të ketë një lëvizje pa pasur nevojë për një vizë? Pa pasur nevojë për vizë, dhe këtë ne kemi patur edhe në kohën e Ahmet Zogut, kur ne shqiptarët lëvizim lirshëm dhe nuk kishim asnjë lloj problemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ka pasur një lloj marrëdhënie të ngushtë edhe për shkak të historisë që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qasjes që ata kanë pasur me Shqipërinë gjithmonë, veprimeve që ata kanë marrë politike, pra kanë parasysh ndihmën që kanë dhënë për pavarësinë e Kosovës, ndryrjen e NATO-s, pra kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë qenë decizive dhe kanë dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm për shqiptarët, pra kudo që ata ndodhen. Natyrisht edhe duke marrë parasysh edhe reformën në drejtësi, pra ky ka qenë një investim kryekut dhe është bërë në kohën e administratës Trump, marrëdhënieve ekonomike, pra besoj që zoti Trump dhe gjithë administrata e tij duan dhe kanë dëshirë që ta fuqizojnë faktorin shqiptar. Por kjo nuk duhet të mërzitemi nga kjo mas paraprake e cila
do të ketë edhe vendimarrje të tjera, të cilat do ta qartësojnë shumë situatën edhe çfarë duhet të bëhet me shqiptarët e Shqipërisë apo shqiptarët e Kosovës për të lëvizur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Uroj që të kemi një informacion sa më të shpejtë zyrtar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkaq dim që Trump dhe administrata e tij ka ndërmarrë veprime të shumta lidhur me emigrantët, sikundër mund të përmendim këtu së pari pezullimin e lotarisë, pas lotarisë vjen pezullimi i vizave me 75 vende dhe vendosja e disa kritereve të reja për gjithë ata që lëvizin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sikurse është mos lejimi i personave që kanë disa sëmundje kronike apo që janë mbi peshë. Megjithatë mbetet për të parë avokat, unë ju falenderoj për kohën edhe për gjithë informacionin që ndat me ndjekësit e Start. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe ju uroj ditë të mbarë, ditë dhe javë të mbarë. Ditë të mbarë gjithashtu edhe për ju. Ishim me avokatin Alban Duraj për të sqaruar atë lajm të bujshëm, të publikuar së pari në Fox News që na prek edhe ne këtu në Shqipëri si Amerikan dashës, sikurse njihemi. Së pari patëm lotarinë amerikane, tashmë vjen një pezullim i vizave, presim deri në 21 janar të ketë një qartësim të situatës dhe një vendim zyrtar të SBA-ve.